Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer një sulm ajror të koordinuar ndaj 3 impiantëve bërthamore iraniane, Fordo, Natanz dhe Esfahan. Presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi lajmin përmes rrjetit të tij social, duke deklaruar se kemi përfunduar me sukses sulmin ndaj 3 objekteve bërthamore. Të gjitha avionët tashmë janë larguar nga hapësira ajrore irane dhe janë në rrugë të sigurt drejt bazave. Fordo, objekti kryesor, është goditur me një ngarkesë të plot bombash. Asnjë ushtri tjetër në botë nuk do të kishte mundur ta bënte këtë. Tani është koha për paqe. Pas këtij deklarimi, një llogari e lidhur me Gardën Revolucionare Iraniane publikoi në platformën X se tani ka nisur lufta, duke konsideruar sulmin amerikan një akt lufte të mirëfillt. Ministri i jashtëm iranian e cilësoi sulmin e SBA-s si një sjellje kriminale që do të ketë pasoja të përjetshme. Kreu i diplomacisë iraniane theksoi sërish se programi bërthamor i Iranit ka natyrë paqësore dhe akuzoi SBA-t për një shkelje të rëndë të Kartës së Kombeve të Bashkuara. Ai deklaroi se ne rezervojmë të drejtën të ndërmarrim çdo veprim për të mbrojtur interesat dhe sovranitetin ton. Në një fjalim të shkurtër nga shtëpia e bardhë, Trump sqaroi se sulmi kishte për qëllim ndalimin e kërcënimit bërthamor nga shteti i parë që sponsorizon terrorizmin. Ai deklaroi se objektet bërthamore iraniane janë thuajse plotësisht të shkatëruara dhe i bëri thirrje Iranit që të zgjedhë paqen, duke përmendur viktimat e shumta, që sipas tij janë shkaktuar nga veprimet iraniane gjatë dekadave. Presidenti amerikan theksoi se ndaj objektit të Fordo, të njohur si mali bërthamor, avionët B-2 të forcave ajrore amerikane hodhën bomba bunker booster me peshë 14 ton secila. Ndërkohë ndaj impiantëve të Natanz dhe Esfahan janë përdorur 30 raketa, të lëshuara nga nëndetëse amerikane nga një distancë prej 650 kilometrash. Trump falenderoi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ushtrinë izraelite për bashkëpunimin, duke deklaruar se kurrë më parë nuk është vepruar si një skuadër kaq e koordinuar. Nga ana tjetër, Irani reagoi me vendosmëri përmes Organizatës për Energjinë Atomike, duke deklaruar se zhvillimi i industrisë bërthamore nuk do të ndalet, pavarësisht konspiracioneve djallëzore të armiqve. Sipas tyre, kjo industri është fryti i punës dhe i gjakut të dëshmorëve bërthamor. Kryeministri izraelit Netanyahu vlerësoi leadershipin e Trump duke thënë se historia do të kujtojë se presidenti Trump veproi për t'i mohuar regjimit më të rrezikshëm në botë, armët më të rrezikshme në botë. Ai shtoi se kjo goditje mund të hapë një të ardhme të begatë për lindjen e mesme dhe falenderoi SBA-n për aleancën e palëkundur.